Mes temperaturave të larta të gushtit, lumi Vjosa mbetet një nga zgjedhjet e vendasve për t'i shpëtuar vapës. Për ta, kjo nuk është thjesht një mënyrë për t'u freskuar, por një traditë dhe një lidhje hershme me natyrën dhe vendin. Vjosën e pëlqej shumë, gjithë jeta ime që në familji. Edhe këtu vinë edhe turistë të tjerë, edhe janë të kënaqur gjithë. Gjatë kësaj kohe vini çdo ditë, si? Po, unë kam çdo ditë këtë. Vi gjithmonë, punojnë qikë në kopë aty një 2 orë, e pastaj vi freskojmë. Ndjej kënaqësinë time si profesionist. Kam dhe një prit që mbaj këtu, të dy, vëndalli jam, këtu jam mësuar, këtu më ka bërë vend. Jeni rritur në ujërat e këtij lumi? Po shuaj vate 66 vjeç, këtu jam rritur. Niprit jetojnë këtu? Jo, një në Tiranë, një në Pogradec. Sa ju pëlqen lumi, përmeti? Sa duan ata të vinë çdo verë? Thjesht Tiranë mos pëlqej lumi. Mua, ky lumi më pëlqen shumë, sepse unë çdo vit vite gjyshi, edhe më ka pëlqyer shumë sepse është çik i ftohtë, ama ka një rrymë që argëtohem shumë dhe freskohem. Unë jam nga Tirana dhe vi gjithmonë dhe freskohem. Në vend të plazheve të mbipopulluara dhe shpenzimeve që rriten gjatë sezonit turistik, Vjosa ofron një tjetër alternativë, natyrën, freskinë dhe qetësinë me më pak kosto. Ακούσει πάρα πολλά για το Περμέτη. E zgjodhëm Vjosën sepse është një vend shumë i bukur dhe natyror, uji është i pastër dhe freskues. Gjithashtu, është një mënyrë shumë ekonomike për të kaluar një ditë të bukur në natyrë. Kaluam disa ditë pushime në plazhe të ndryshme në jug, por këtu është diçka krejt tjetër. Love it. It's a really beautiful place. Vi nga Meksika dhe dashuroj këtë vend. Uji është kaq i freskët dhe i pastër. Kam 10 ditë këtu dhe më pëlqen shumë natyra e qetë, e cila të ofron relaks të vërtet. Ky lum ofron kaq shumë mundësi për të gjithë. Sot notova, ndërsa ditët e mëparshme provova rafting dhe vizitova edhe ujëra termale. Është vërtet bukur. Take off your mind of the Për vendasit është një kujtim, traditë dhe lidhje shpirtërore, për të huajt një zbulim i ri, i pastër dhe i përballueshëm. Vjosa mbetet kështu jo vetëm një pasuri e jashtëzakonshme natyrore, por edhe një destinacion ku freskia e ujit bashkohet me bukurinë e natyrës dhe me një mënyrë ekonomike për të shijuar verën.